Pasi u mikprit nga kryeministri Edi Rama në sheshin Skënderbej, aty ku po mbahet samiti i Komunitetit Politik të Evropës, presidenti Vjosa Osmani shprehu zhgënjim për sjelljen që Bashkimi Evropian ka në raport me Kosovën. Ne kemi ndërmarrë reforma më shumë se çdo shtet tjetër në këtë rajon, përkundrazi jemi i vetmi shtet që ende nuk e ka statusin e kandidatit dhe jemi në masa të cilat janë të padrejta dhe absolutisht të paarsyeshme sepse Kosova ka plotësuar të gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian. Kështu që në qoftë se linjëzimi me politikën e jashtme të BE-s në politikën e jashtme dhe në siguri ka ndonjë rëndësi, atëherë Kosova do të ecë përpara, por për fat të keq më shumë po vlerësohen ata që po i drejtojnë syt vesht dhe politikat e tyre nga Moska, sesa ne që jemi 100% në përputhje me vizionin dhe vlerat e BE-s. Në një intervistë për Vision Plus, Vjosa Osmani nënvizoi se kërkesa kryesore që ajo do të bëjë gjatë këtij samiti është që kjo qasje e BE-s ndaj Kosovës të ndryshojë. Dialogu me Serbinë nuk është temë që diskutohet këtu, diskutohet në Bruksel në ndërmjetësimin e BE-s, kurse sa i përket samitit EPC-s, këtu kemi kryesisht diskutime me anëtarët e Bashkimit Evropian dhe shtete të tjera që mbështesin ecjen tonë drejt rrugtimit euroatlantik dhe antarësimit në BE dhe në NATO. Kërkesa jonë do të jetë e qartë që të ketë proces të bazuar në merita. Osmani komentoi shkurtimisht edhe ngërçin politik në Kosovë, duke shprehur optimizëm se situata do të marrë zgjidhje së shpejti.